Në sheshin e Shatërvanit në Prizren, vetëvendosja ka numëruar premtimet për një mandat të ardhshëm nëse do të jetë sërish në pushtet. Pasnjëse Republika e Kosovës, zgjedhjeve të njëpasnjëshme nuk u vë më presje, por do t'ja qes pikën, ka thënë Albin Kurti. Ai para qytetarëve tha se beson që do të fitojë benshëm për shkak të 4 vjeçarit të fundit ku ka nisur procese e projekte të pakthyeshme, duke i vënë në qendër pikërisht ata që janë anashkaluar, nënat e fëmijët, veriun, ushtrinë e bujqësinë. Në mandatin e ardhshëm kemi shumë aktivitete e plane të reja. Më rëndësishmja është se do t'i ndajmë 1 miliard euro për prodhimtarinë vendore, ka premtuar Kurti. 1 miliard euro i ka premtuar për ushtrinë ku hyn prodhimi i dronëve e fishekëve. Nga 1 miliard euro çdo vit për shpenzime kapitale, sepse do të ndërtohen 5 diga, 4 hekurudha, 20 stadiume dhe do të përfundohen rrugët e mbetura në gjysmë. Kurti ka premtuar për secilën grua që punësohet në sektorin privat për 6 muaj nga 500 euro pagë dhe më shumë shtesa për fëmijët. Ai ka thënë se do ta bëj edhe pagën e 14 për administratën shtetërore. Kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka mbajtur fjalimin përmbyllës të fushatës zgjedhore në Prishtinë, ku ka deklaruar se LDK-ja është ringritur dhe se vendi po hyn në një kapitull të ri politik. Para mbështetësve të mbledhur në sheshin e kryeqytetit, Abdigjiku e cilsoi tubimin si një moment historik për partinë dhe për Kosovën. Sonte e shënojmë fillimin e një kapitulli të ri për Kosovën. Sonte e shënojmë një moment definues të historisë së popullit tonë dhe kryengritjen e djathtë kombëtare si thirrje monumentale të popullit të Kosovës, tha Abdigjiku. Sipas tij, forca e qytetarëve qëndronte uniteti, duke theksuar se Kosova ka arritur fitoret më të mëdha pikërisht kur ka qenë e bashkuar. Në këtë natë verore, teksa qëndrojmë krah për krah me njëri tjetrin, teksa mbështetemi te miku, te fshinji, te babai, nëna, djali e vajza, e kuptojmë fuqinë tonë kur bëhemi bashkë si një popull, në një qiell, në një republikë, në një Kosovë. Dhe sa herë jemi bërë bashkë, kemi ndruar fort, kemi luftuar fort, kemi fituar fort. Sonte po bëhemi bashk për të fituar fort. Fitore dhe asgjë më pak, se aq deklaroi ai. Abdigjiku tha se tubimi po mbahej me simboleve të rëndësishme të historisë kombëtare, duke e lidhur mesazhin e tij me unitetin shqiptar. Kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza tubimin qendror elektoral në ditën e parafundit të fushatës e ka organizuar në komunën që ka quajtur shtëpi të tij. Në parkun e qytetit të Mitrovicës, para mbështetësve, ai ka thënë se nëse qytetarët i kanë besuar për ta udhëhequr Mitrovicën në një mandat, ua kërkon besimin për ta udhëhequr edhe qeverinë e Kosovës. Para se t'i shpaloste premtimet, ai ka thënë se Kosova është në krizë. Hamza ka thënë se qeveritë maten me rezultate e me të arritura. Pas qeverisjes së Kosovës prej 6 vitesh nga vetëvendosja, ai ka thënë se duhet shtruar një numër pyetjesh. Cilat janë projektet me të cilat identifikohet një qeveri? A është përfunduar rruga Prishtinë-Pej, rruga Prishtinë-Podujev, rruga Prishtinë-Gjilan, rruga Dolc-Gjakov, rruga Prishtinë-Mitrovic, Ekurudha-Hani e Lezit, Lepusaviq, sa shkolla, sa spitale? A janë rritur pagat? A janë rritur pensionet? A është përmirësuar standardi i jetesës së qytetarëve? Janë pyetjet e listuara nga Hamza. Ai ka përfunduar fjalimin duke thënë: "Kjo situatë duhet ta ketë një fund, sepse qeveria që do ta udhëheq PDK-ja do ta kthejë Kosovën ka e mbara dhe ka rruga e progresit." Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka mbajtur tubimin qendror elektoral të premten në Pej, ku është zotuar për zhvillim projektesh në rast se kjo parti merr drejtimin e qeverisë. Kryetari i AK-s Ardian Gjini ka shtruar një mori pyetjesh para pejanëve gjatë fjalës që ka mbajtur. Pej, a doni edhe një 4 vjet me fol për Boren apo me e kry? Me e kry. Atëherë vërini veshin të dielën, sepse nëse shkon qysh ka shkuar në të kaluarën, atëherë keni me fol edhe një 4 vjet dhe asgjë nuk ka me ndodh. Apo e doni autostradën e Dukaqinit, apo doni me fol për të, ka pyetur ai. Ai ka thënë se Kosova është duke kaluar ditë të zorshme e periudhë të zorshme të zhvillimit të vet, pasi ka theksuar se shteti qeveriset prej njerëzve që mendojnë se duhet të jenë vet përmbi gjithçka. Ata e xhelozojnë edhe Dua Lipën, atyre u pengon edhe suksesi Majlinda Kelmendit e Nora Gjakovës, sepse ato janë dikush që i ka mbri majat e suksesit në zanatin e vet, në punën e vet e me shkathtësi të veta. Ata nuk duan ta shohin një ndërmarrës duke u rritur e duke u zhvilluar, ka thënë Gjini në tubimin e mbajtur në komunën Fqinje të Gjakovës, të cilën e udhëheq. Gjatë ditës AK-ja ka mbajtur edhe aktivitete të tjera para zgjedhore, përfshirë edhe në Drenas, komunë të cilën e ka vizituar Gjini.